Dita ndërkombëtare e fëmijëve, e cila shënohet me 1 qershor, ka për qëllim të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, zhvillimit të tyre të shëndetshëm dhe krijimit të kushteve të barabarta për arsimin dhe mirëqenie. Në këtë kuadër, institucionet shtetërore dhe diplomatike ndërmarrin nisma të ndryshme për të promovuar përkujdesjen dhe vëmendjen ndaj fëmijëve si pjesë themelore e shoqërisë. Me këtë rast, Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Maltëzi, e kryesuar nga ambasadorja Jacqueline Apeto, organizon një aktivitet të veçantë në ambientet e saj, duke mirëpritur fëmijët e kopshtit Nëna Tereza, ku kjo vizitë u zhvillua në bashkëpunim me drejtuesin e institucionit David Junçaj. Atëherë unë të falenderoj shumë David që në mundësove sot që të na zbukurosh zyrën me këta fëmijë të bukur. Ju jeni fëmijët e kopshtit Nën Tereza, a? Po ju e dini që Nën Tereza është një grua me vlera shumë të larta shqiptare. Ajo ka ndihmuar gjithmonë njerëzit në nevojë. E dini ju këtë? Po, shumë mirë. Po ju a e dini që jeni gëzimi i çdo dite? Po! E të këtë e dini? Po mirë. Po ju a e dini që me buzëqeshjen tuaj ju shkëlqeni mëngjeset e çdo dite? Po! Po e dini ju që ju jeni zemrat e çdo shtëpie? Po! Shumë mirë. Po mirë. A do më tregoni ju mua? A e dini ju që ju jeni shqiptar? Po! Bravo! Pa të flamurin aty, e njini ju që flamuri është ai? Ha, kush është ai? Flamuri kujt shteti? Ai është ky. Ha. E Kuqezi. Flamuri Kuqezi. Po flamuri Kuqezi është i kujt shteti? I cilit shtet? I cilit shtet është? I Shqiptare, i Shqipërisë. Dhe e dini ju ku jeni këtu sot? Ku jeni? Ma tregoni gjithë bashkë, ku jeni ju këtu sot? Jeni te ambasada e Shqipërisë, bravo. Ne sot, ju kemi përgatitur disa dhurata për festën e 1 qershorit. Dhe, po ju, çfarë dhurate? Çfarë dhurate keni përgatitur sot për këtë festë? Si do t'i gëzoni ju prindrit? Ha? Si do t'i gëzoni? Ha? Papi ma ka djemini. Ua, bravo. Po ty? Smoki. Të ka blerë për festën e 1 qershorit. Shumë mirë. Ju pas keni marrë gjitha ato dhurata, unë nuk e dija do ju pëlqejnë dhurata që ju kemi përgatitur na. Ha? David, faleminderit dhe njerë, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Atëherë nderuara zone ambasadore, shkëlqësia juaj Jacqueline Apeto. Fillimisht ju falenderoj përzemërsisht për ftesën dhe për mikpritjen e bukur që po na bëni, është nder dhe kënaqësi për institucionin ton, për gjithë këta fëmijë që sot po vizitojnë ambasadën e shtetit Am, njëkohësisht edhe po e shënojmë edhe ditën e tyre, dita e fëmijëve, 1 qershori. Besoj se do ju mbesin kujtesë për një kohë shumë të gjatë. Atëherë ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht për ftesën, ju uroj punë të mbarë dhe shumë suksese. Me të vërtetë edhe është një bashkëpunim shumë i mirë dhe besoj që edhe në vazhdimsi do kemi projekte dhe bashkëpunime, se si që dini institucioni jonë është edhe pothuajse në formim. Kopshti Nën Tereza ka afro 3 vite të ekzistencë, që prej se jemi edhe të pavarur,
dhe shikojmë sa më shumë që të kemi edhe projekte, bashkëpunime me ambasada, me ministritë e ndryshme, se vetëm kështu besoj se edhe do ecim përpara si institucion. Pas saj ne do vazhdojmë përsëri edhe me festën e 1 qershorit, ku jemi të ftuar edhe në Tiranë, të zonja e parë, të Armanda Begaj, po ashtu jemi të ftuar edhe në Sheshin Gjerskasioti, Skënderbeu në Tuz, ku do shfaqim edhe atje një program edukativ. Dhe kështu të festojmë 1 qershorin, ditën e fëmijëve. Kjo është ardhmja jonë, kjo është brezi ynë. Dhe gjithë punën, gjithë kontributin që e bëjmë vetëm për këta që të kenë një të ardhme sa më të mirë dhe të ngritur. Faleminderit shumë, David, faleminderit. Është mirë që fëmijët të fillojmë të mbajmë të lidhur me rrënjët tona, të ruajmë gjuhën tonë, traditat tona, dhe çdo gjë fillon që në vegjëli, që në shtëpi në fakt, por edhe ju jeni edukator të brezit të ri dhe jam e bindur që me përkushtimin tuaj edhe për edukatorët, mësueset e tyre, me përkushtimin tuaj do ruani vlerat dhe traditat shqiptare. Shtëpia është në fakt vendi ku tundet djepja dhe dashurisë, por gjithashtu edhe kopshtet, shkollat janë një vatër e rëndësishme. Faleminderit shumë gjithëve që erdhët dhe që na mundësuat edhe ne një ditë ndryshe, një ditë me gëzimin e këtyre fytyrave të bukura që na vizituan sot. Faleminderit juve që ndatë kohën. Faleminderit. Edhe ty ta bësh, kur të bësh futbollist, do ta vish edhe ju, se kjo është bluzja e ekipit ton kombëtar që na bën ne krenar. Shikon se me çfarë sistemi është kjo? Kjo është futboll, pra është ekipi ynë kombëtar. Në aktivitet morën pjesë gjithsej 27 fëmijë, të cilët u pritën në mënyrë të organizuar nga stafi i ambasadës. Programi përfshiu interpretimin e disa këngëve dhe recitimesh nga vetë fëmijët, të përgatitura enkas për këtë ditë.
Qarësia jam me vogël, monguroke, jam me zhishmë për merake, piqëm herë në pranver, jam me kuqe, u kam erë, pension e zisht njerëzia, por me hon femia, a e dini kush jam, unë qërshi emrin e kam. Jam me kuqe, rumbullake, jam e shishme për merake, piqem herë në pranver, jam e kuqe, nuk kam erë. Me pëlqen e dhia, po me shumë me hanë femia, a e din se kush jam, unë sërëshin emnin e kam. Plarvera, e plarvera o fëmijet, Zirë e gjumë të ri, Sheli i një karteron, Bali njëm zirë bëron, Pimet buhen, melbër buhen, Qate bala, qate kuhe. Dziewczę na daszku.
Në përfundim të vizitës, fëmijëve ju shpërndan dhurata simbolike si një gest vlerësimi dhe kujtimi për këtë ditë të rëndësishme.